pronarit vogël, ja jep investitorit madh, dhe shteti vendos edhe dëmshpërblimin monetar. Dhe ti shpronsohesh, jo si rezultati një negociate drejt për drejt me investitorin e madh që do ta bleja cop trulli që ti e ken afër detit, por shteti detyron ta shesësh dhe të paracakton edhe dëmshpërblimin ekonomik, pa sa para do të marrësh. Pra nuk është një transakcion i lirë midis dy privatëve, sepse qeveria shqiptare prej vitit 2015 mos gaboj, ka menduar që investime strategjike të oligarkëve, kryesisht, janë të barazhshme me investimet publike. Pra një lloj si shpronson shteti për ndërtuar një autostradë apo një aeroport, të shpronson edhe për të ndërtuar një privat tjetër një resort turistik. Dhe kjo është çka merr shteti në këmbim? A merr diçka? Shteti në mënyrë të ligjshme, po them se të paligjshme me siguri merr shumë. Në mënyrë të ligjshme i jep, sepse shpeshherë i u siguron dhe infrastrukturën këtyre